Shqipëria i dha lamtumirën e fundit ish kryeministrit Fatos Nano në një ceremoni shtetërore, më të madhen e këtyre 30 viteve të tranzicionit politik dhe ndoshta më të madhen që nga funerali i Enver Hoxhës, por ndryshe nga ai me urdhër i diktatorit, mira qytetare politikan e diela e fundit e Fatos Nanos i mblodhi vullneti, dashuria dhe respekti për të. Ata zhvilluan homazhe në Pallatin e Kongreseve, pikërisht aty ku nisi dhe karriera politike e historike e Fatos Nanos, figurës qendrore të tranzicionit dhe liderit që transformoi dhe modernizoi të majtën shqiptare. Mes lotëve dhe dhimbjes, bashkëshortja Joana Nano dau detaje nga njohja me liderin historik, nga vizioni i tij për modernizimin e partisë tek europianizimi i politikës shqiptare. Sepse Fatosi ishte shumë më tepër se sa një figurë publike. Shumë më tepër nga ato që janë thënë dhe do të thuhen në histori dhe nëpër media. Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza. E urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Fatosi ishte neveritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Ndërsa Sokol Nano, djali i tij i madh, tha se babai i tij do të kujtohet ndër breza si një burr i madh shteti që ditte të dërtonte vetëm ura dhe jo mure. I madh ishte i pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës, dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë europiane. Fatos Nano ishte mbase lideri i vetëm që e drejtoi partinë nga burgu, duke u rikthyer dhe më i fortë në krye të shtetit, në një nga momentet më të vështira, pikërisht gjatë revoltave të 1997-s, dhe këtë moment e risolli në kujtesë pas arsi i tij në parti, Edi Rama, bashkë me një mesazh për ata që dikur e burgoson padrejtësisht dhe politikisht. Në krye të qeverisë vendit, ati ju desh drejtonte daljen e popullit nga shkretira e piramidave dhe rifillimin e shtetëndërtimit nga zeroja. Pas katrahurës rrafshuese të vitit 97, duke u përballur me një opozitë primitive, hakmarrëse, destruktive, deri në sulmet armatosura ndaj institucioneve dhe ndaj tij personalisht, fizikisht. I did it my way. Pas ceremonisë të nderimit në tingujt e I Did It My Way të Frank Sinatras, arkmorti me trupin e Fatos Nanos u vendos në shtratin e një topi, nderimi më i madh ky që i bëhet personaliteteve më të larta shtetërore. Familjar, personalitetet të larta shtetërore dhe qytetar e përcullën me duar trokitje dhe trëndafila të bardhë në parakalimin e fundit përpara zyrës ku qëndroi 3 herë si kryeministër, ku ndonjë nga ata që sot i eci pas arkmortit e goditi me armë në 14 shtator të 1998-s, por Fatos Nano u bë i pari politikan që jep dorëheqjen pas zgjedhjeve dhe duke lënë pas një parti socialiste që sot është shumë pranë realizimit të ëndrrës së tij dhe të gjithë shqiptarëve, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.